Drejtoria e Policisë Financiare ka ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Struk, ndaj një personi nga Struka, pronar dhe menaxher një kompanie, si dhe ndaj vetë kompanisë për dyshime për kryerjen e veprës penale, shmangje nga tatimi. Sipas kallëzimit, personi me inicialet të SZ dyshohet se me qëllim përfitimit të paligjshëm ka përvesuar mallra tregtare të kompanisë me vlerën 26.085.138 denar dhe nuk ka deklaruar apo paguar detyrimet e tatimore përkatëse. Ai dyshohet se ka shmangur pagesën e TVSH-s në vlerë prej 4.360.634 denarësh, tatimit mbi të autorat personale prej 2.898.059 denarësh, si dhe tatimit mbi fitimin prej 812.098 denarësh. Gjithashtu, sipas Policisë Financiare, i kallëzuari nuk ka paraqitur bilancin tatimor për vitin 2025 dhe nuk ka deklaruar detyrimet të vjetruara dhe të papaguara në vlerë prej 8.120.980 denarësh. Me këto veprime, dyshohet se buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut i është shkaktuar dëm në vlerë totale prej 8.070.791 denarësh.